A je ndalur ndonjëherë të mendosh pse Adami nuk vdiq ati ditë kur hëngri frutin e ndaluar, ashtu siç kishte paralajmëruar Zoti? Dhe më tepër, pse Bibla nuk përmend kur vdekjen e Evës, ajo që duket si një kundërthënie e thjesht, fsheh një nga misteret më të thella të shkrimeve të shenjta. Në këtë video do të zbulojmë çfarë vërtet vdiq atë ditë dhe si kjo vdekje e padukshme mund të jetë ende gjallë brenda teje. Përgatitu të shohësh Zanafilen me sy të rinj. Në Zanafila 2:17 Zoti është i qartë: ditën që të hash prej saj, me siguri do të vdesësh. Por historia vazhdon dhe Adami jeton më shumë se 900 vjet. Diçka nuk përputhet. A është gabuar Zoti, apo ndoshta ne po leksojmë këtë rrëfim në mënyrë sipërfaqësore? Qelsi qëndron te fjala vdekje. Nuk bëhet fjalë vetëm për fundin e trupit. Vdekja e përmendur është shpirtërore, ndarja e shpirtit nga burimi, humbja e lidhjes direkte mes njeriut dhe hynores, një vdekje e brendshme, e heshtur, por shkatëruese. Kur Adami dhe Eva han frutin, ata nuk thjesht bëjnë një mëkat. Ata fitojnë vetëdijen për dualitetin, e mira dhe e keqja, e drejta dhe e gabuara, unë dhe tjetri. Kjo thyen unitetin origjinal. Edeni nuk është vetëm një kopsht, është një gjendje vetëdieje. Kur e humbin ata vdesin brenda vetes. Është lindja e egos, e vetëdijes së ndarë. Jeta e përjetshme fragmentohet dhe koha fillon. Vdekja pra nuk është fundi biologjik, por fillimi i një gjendjeje të re njerëzore, të qenit i humbur në vetvete. Dhe tani vjen pyetja e fuqishme: kush vdiqi pari, Adami apo Eva? Ndoshta kjo pyetje është e gabuar që në fillim. Ndoshta askush nuk vdiq fizikisht në atë moment, por diçka vdiq brenda tyre. Gjendja e origjinale, lidhja e pastër. Eva në mënyrë të çuditshme nuk ka një përshkrim të vdekjes së saj. Kjo nuk është një harres, është simbolike. Eva përfaqëson shpirtin, parimin femror, intuitën. Mungesa e saj në tekst është përfaqësimi i shpirtit të heshtur, i fshirë nga historia, por jo i zhdu. Vdekja e parë fizike në Bibël nuk ishte e Adamit apo Evës, ishte e Abelit, birit tyre, i vrarë nga vëllai i tij. Kjo ndryshon gjithçka. Vdekja hyn në botë jo nga dora e Zotit apo e gjarprit, por nga njeriu. Zgjedhja njerëzore, e drejtuar nga egoja, zilia dhe ndarja, është shkaku i vërtet i vdekjes së vërtet. Gjakderdhja e Abelit vulos rënien në mënyrë përfundimtare. Edeni humbet shpirtërisht me frutin, por trupi e humbat me vrasjen e parë. Njeriu vret pastërtinë me duart e veta. Heshtja përreth vdekjes së Evës mban një simbolik të fshehtë. Ajo nuk vdes sepse ajo tretet. Ajo tërhiqet në të pavetdijshmen shpirtërore. Eva bëhet shpirti i harruar, zëri i heshtur i feminines hynore. Është sikur ajo pjesë esenciale e shpirtërores njerëzore është zhdukur nga tregimet, por kurrë nuk është shuar. Ajo jeton në intuit, ëndra, urtësi të fshehta. Eva nuk vdes, ajo fshihet. Vdekja e Adamit, përkundrazi, përshkruhet në mënyrë të ftohtë, 21:30 dhe kaq. Pa skenë, pa ndjesi, vetëm një numër. Edhe kjo është simbolike. Trupi vdes, por ngadalë, ndërsa shpirti i Evës, ai intuitiv, zhytet në të padukshmen. Zanafilla, e leksuar me sy ezoterik, është një tregim i vdekjes simbolike, humbjes së vetëdijes origjinale dhe fillimi i një udhëkimi të brendshëm për t'u kthyer te burimi. Fruti i ndaluar ishte vetëm fillimi, jo fundi. Në tradita si budizmi, hinduizmi dhe madje edhe spiritualizmi, vdekja është një kalim, një fazë e një cikli më të madh. Në librin tibetan të vdekurve, për shembull, Bardo është një gjendje ndërmjet botëve, ku shpirti përballet me paskyrat e veta. Ndoshta Adami dhe Eva hynën në këtë bardo kur lan Edenin. Ata nuk vdiqën fizikisht, por shpirtërisht kaluan një portë. Bibla nuk gënjen, ajo sheh dhe na sfidon të leksojmë të padukshmen pas fjalëve. Nëse kjo ka kuptim për ty, mendo sa herë ke heshtur Abelin tënd të brendshëm nga zëri Kainit,
Sa herë ke mbytur shpirtin tënd, intuitën, thirrjen tënde, nga frika, egoja ose krenaria. Vdekja e vërtet nuk është ajo që ndal zemrën, është ajo që hesht shpirtin, dhe nëse rrugtimi i Adamit dhe Evës është në të vërtet pasqyra e jetës tënde, atëherë ki nuk është vetëm një video për të kaluarën, është një ftesë për të rilindur, sepse ndoshta Edeni është ende aty duke pritur që ti të zgjohesh.